Maker Week është aktiviteti i mbajtur sot në Bonevet në Gjakov, ku nxënësit prezantuan disa nga projektet më të fundit të realizuara në kuadër të punës së tyre kreative dhe inovative. Gjatë këtij aktiviteti u ekspozuan ide dhe zgjidhje të ndryshme, duke reflektuar aftësitë e të rinjve në teknologji, kreativitet dhe punë ekipore. Lumi Zhubi, oficieri i inovacionit në Bonevet, tregoi më shumë për qëllimin e këtij aktiviteti dhe rëndësinë e tij për zhvillimin e të rinjve. Ne kemi bërë Makers Week në Bonevet në Gjakov, ku kemi punu me nxënësa, me të rinj, edhe jena mundu me zhvillu intuitën, që mujtë me punu, edhe me shfrytzu çdo metodë në mundshme që këta mujtë me zhvillu në krim të ri, edhe në mësime të jetës reale. Gjatë këtë javës kena marrë punë të ri, ku çdo nxënës ka zhvillu punën e tëne, kanë zhvillu idetë të tëne, që mujtë me arrit qëllimet dhe me bëjë diçka të prekshme, diçka që mujtë ka një zgjidhje reale për botën. Pashtu kemi edhe përmbylljen e këtë vitit të punës tonë vjetore, ku kemi punu me shkollat e Gjakovës, kena marrë punëtori të ndryshme, në njohjet mediatike, në rreziqet online, pashtu kemi marrë trajnime të ndryshme gjatë kësaj kohe për inteligjencë artificiale dhe në këtë Kosovën pashtu. Ndërkohë antarja Ambla Asimjan do përvojën e saj lidhur me projektin që ajo ka realizuar në ekip, duke treguar më shumë për idenë dhe procesin e punës. Projekti jonë ka qenë titulluar Sistemi i trafikut të mençur, ku për detyrë ka pasur me rregullu sistemin e trafikut, ku me zvoglu pak eficiencën e saj, me bëu sa më të saktë, edhe që me pas ndalesë të madhe në semafora. Nga aty u tha se aktivitetet të tilla dëshmojnë se të rinjt në Gjakov kanë potencial të madh për inovacion dhe zhvillim, duke krijuar projektet që jo vetëm pasqyrojnë kreativitetin e tyre, por edhe ofrojnë zgjidhje konkrete për sfida të ndryshme në shoqëri.